Për Kosovën dita do të nisë me mot të kthjellët dhe temperatura të këndshme, por pasdite priten rreshje lokale të rëndësishme dhe stuhira të mundshme në disa rajone. Parashikohet paralajmërim për mundësi rrebeshi dhe bubullima. Temperatura minimale do të zbresë në 16 gradë Celsius në mëngjes, dhe temperatura maksimale do të ngrihet deri në 28 gradë Celsius në mesditë dhe pasdite. Era do të fryjë me shpejtësi 2 deri në 6 metra për sekond nga drejtimi veriperëndimor, verilindor me përshkallëzim gjatë stuhisë. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa nga qytetet kryesore të Kosovës do të jenë si vijon. Mitrovica 16 deri në 28 gradë Celsius. Podujev 16 deri në 27 gradë Celsius. Skënderaj 16 deri në 27 gradë. Pej 17 deri në 28 gradë Celsius. Prishtinë 16 deri në 28 gradë. Gjakov 17 deri në 28 gradë Celsius. Malishev 17 deri në 27 gradë Celsius. Gjilan 16 deri në 27 gradë. Ferizaj 17 deri në 27 gradë Celsius. Kaçanik 17 deri në 27 gradë. Suharek 18 deri në 27 gradë. Prizren 17 deri në 28 gradë Celsius.